Trumpi ka lënë dinamik botës, ajo jep dhe ju mundësi me interprenu. Zjarri ishte dhe zjarrin peshun aty komune dhe do ta shuhin shumë shpejt kudo. Dhe ju dha dhe ju mundësi për me interpretu. Shif, dhe ju ka dhënë mundësi. Ju përfitoni nga Trumpi dhe tani vazhdoni të interpretoni Trumpin gjithë Tani më fal. Ju thoni e shuan. Unë po them që aty nuk mundet të jetë benzinë, për shembull në Gaza nuk mundet të jetë dhe benzini. Jo, në 3 muaj në armë pushim. Si asnjë 3 muaj Gaza, po Gaza po masakrohet. Tani të jemi njerëzor, pastaj për pjesën e pushim 3 muaj nuk është të pjesës penale. Po vdesin fëmijë në Gaza, mama. Mos e akuzoni vetëm Trumpin. Nuk po flasim për Trumpin, po flasim për krimet. Tani Trumpi a bërë një arritje të madhe që ta duket se ka pa. Po pritë mos më vendosë në Itali ta thot. Po s'të lënë ta sepse tani shqyrë që do erdhi Trumpi president dhe për këta se çfarë do flisim ftoj dhe si ekspert. Po jo, Jo, nuk ka rëndësi, dhe janë Trumpist vetë. Tani më falë, unë kam për knaqësi të shtes vlerat konservatore dhe këtë unë jam stoik dhe kam qenë gjithmonë. Tani këta nuk e di se... Jo, kam qenë ditë të vështira 2020-ën kur tjetë si përbenqin emrin. Jo, kam qenë stoik dhe i qëndru shumë dhe din. Tani Trumpi pat një arritje shumë të sukseshme që këta duket nuk e kanë kap, marrëveshja me Kinën për tarifat. Lufta tregtare. Kjo rriti tregjet dhe është një arritje për zhvillimin e ekonomisë edhe amerikane dhe ndikon edhe në tregjet botërore. Dhe kjo impakt pozitiv e ndihmon dhe jep avantazh në të gjitha frontet e tjera. Dhe Trumpi në këto 5 muaj ka arrit pa pushim punoj si për paqen në Gaza, si për konfliktin ndërmjet Izraelit dhe Iranit, që Iranin ta detyroj që mos tjetë prodhues i armëve bërthamore, dhe përveç asaj janë bërë 2-3 takime për vendosjen e paqes në Ukrainë dhe ka pas shkëmbime, si të burgosuris, ka pas edhe shkëmbime mes pengjeve, mes Ukrainës dhe Rusisë. Tani, për 5 muaj janë arrit shumë, jo, këta nuk kanë pa 5 vjetë që bëjnë këshu si kur s'ka në lasgjë. Shkëmbime Ju që jeni nihilist. Ju jeni nihilist. Tani mos u bëni nihilist. Tani ju veç nihilist jeni. Dhe ju do akuzoni shkëmbime robëri s'ka pasur edhe para Trump. Po jo s'ka pas. Me falë, kur ishte shkëmbime robëri në Stamboll, mor zotri, su taku në shkëmbime robëri s'ka pasur. Shkëmbime robëri s'ka pasur gjatë gjithë tani ju doni, e dim që ka pas, por 2-3 vjetë, takimi i funit, mes palve, kur ishte? Dështoj me një sukses të papar. Ashtë dështoj se Ukrajina e bëri Rusin, i hyri teritorin e vetë, i dëmtoj pjesën e qarishin raketa gjëra, dhe nga ana tjetër ja ktheu.